Ne kemi atë grupin edhe të pacientëve që po thoni jo vetë mjekuhen. Domethënë shumë herë është ajo historia e vjetër, i ka funksionu kësaj antibiotik, po shkoj për marruni që ato. Mos e bëni atë. Fatkeqësisht. Mos e bëni atë. Për shkak se ju nuk jeni tu e mjeku veten, ju jeni duke i bërë dam vetes. Më mirë shkoni, merrni kohën, shkoni te mjeku dhe ja tregoni ku e keni problemin. Merreni kohën, ndoshta me prit, masi dilni për asaj vizitet e mjekut, nëse mjeku nuk ju ka përshkruar antibiotik. Mos insistoni, sepse kemi edhe pjesën e familjarëve që insistojnë për me marrë antibiotik. Mos insistoni, më mirë shkoni, pritni 2 ditë, nëse shihni që nuk jeni më mirë, riktheuni e mandeje merrni, domethënë përshkrimin e antibiotikut, si sa mu vetë mjeku. Për shkak se vetë mjekimi, vetë se bën dëm, domethënë ndoshta tash s'keme pa domin që ai bën vetes, po në një të ardhmen shumë jo fort largët, në rast se kime pas smundje tjera edhe nuk kanë me të funksionu ty që taj antibiotik që i shtesht me qenë të linje së parë, atëherë ndoshta ki mu kujtu që ka i paske bo vetës që je vetë mjeku. Atëherë, doktoresh, me qenë se jemi në fund të emisionit, falenderës shumë për kohën që na kushtove dhe shpresojmë të takojmë në emisione tjera. Ishte kënaqësi, gjithëherë e gatshme, për me qenë pram popullit, është një porosi që babaja mi ndjerë e kalon, kur kom fillu me studimet në mjekësi, edhe kam edhe librin e parë, e kam prej tij të mjekësisë, që më ka thënë mas pari shërbej popullit. Kur që unë jam për mi shërbej popullit. Edhe pse shumë herë frustrohemi, edhe thojmë po e lojmë këtë vend, unë halojëm me një kombë në Kosovë, me një kombë jashtë. Megjithatë, sa t'jemi këtu, ose sa të kemi misionin këtu, kemi me tentu me bo matë mire në mundshme. Të paktën për me qenë për këtë popull këtu, edhe me dhonë maksimumin, jo vetëm, do me thonë, nuk është puna vetëm me shëru sëmundjen, është puna dhe me parandalu sëmundjen. E ma e madhja punë që duhet me u bo që shumë herë harrojmë, është pikërisht parandalimi sëmundjes, mos me ardë deri te sëmundja. Me i parandalu dhe shumë gjana tjera, edhe rezistenca antimikrobike, do me thonë, nështë me qujtë, ka me u bo një varloj sëmundje, kështu që ta parandalojmë sa jemi në kohë.